përfaqëson Shqipërinë në kampionate të ndryshme. Jo më kot I themi veçantë sepse Gersi ka përfaqësuar Shqipërinë jo notar normal, por me aftësi të kufizuara intelektuale. Megjithatë, nuk po ju zbuloj më shumë, ndjekim intervistën dhe rikthehemi sërish në studio. Gers kampioni, kështu pëlqeja ta quajë veten apo jo? Po, se kam marrë shumë pjesë në për gara tërkombëtare dhe kombëtare. Cilat janë garat ndërkombëtare dhe kombëtare që Gersi ka marrë pjesë për gjithë ato që po na ndjekin dhe nuk e din? Në tërkombëtare kam shku në Seki, në Abu Dhabi, edhe në Portugali. Ma atje nga sersori të jem në një kompeticion tjetër, se është në Pelin. Por nga tetori kemi një kartë tjetër se është Anglia. Gersi, për t'i marrë me radhë këto, gara e fundit që ti morë pjesë ishte në Portugali, ku dole I vjeti. Po, I vjeti në botë. Në botë, po. Si ishte ajo ndjesi? Ajo ndjesi më ka thënë shumë kënaqësi, shumë motiv për të ecur përpara dhe është më mirë se kam përpunë notin. Sa orë në ditë stërvitet Gersi për të arritur këto rezultate kaq të mira? Unë këtu stërvitem rreth 9 vjet. Se I fokur, e kam si pasion notin, edhe më përsen të vastoj notin, sepse më ka thënë shumë fet pesim për të fastu për para. Gersi, ta marrim që kur ke qenë I vogël, në çfarë moshe e ke nisur notin? Rreth 9 vjet. 9 vjeç. Kush ka qenë personi që të ka shtyrë për të... Personi që më ka shtyrë për të përnot është mami. Sigurisht mami më ndjek në shumë kompeticione, ma atje edhe në Portugali se isa pas me mamin. Bashkë me mamin? Po. Po trajneri? Edhe trajneri me më sësëron në këto kompeticione, edhe tërkombëtare, edhe tani se do jemi në sersor. Prap me Kenin të jemi prap. Sa ka ndryshuar jeta jote tani që ke vazhduar notin dhe po arrin rezultate kaq pozitive? Jeta ime ka ndryshuar rreth shumë fiteve, kur nuk e kisha më papin, bre asaj dite unë tani jam për më I fortë. Bravo. Sepse unë kam tarë edhe në një album të Aurora Kaces, 99 sfida, se kam talë edhe aty. Cili është personi që të kam mbështetur nga këto artistët? Më shumë, më ka shty ose më ka pëlqy shumë Alban Skënderaj. Alban Skënderaj. Sepse me atë isha në një koncert, ku isha I fokur edhe kam këtu me të refusoj. Mirë, Gers, pse ke zgjedhur pikërisht notin dhe jo një sport tjetër, për shembull futbollin, basketbollin, volejbollin? Ma mirë notin, se sa basketboll. Po edhe basketbollin merrem, po më shumë merrem me not. Sepse noti më përmije fisikisht edhe spiritërisht. Por më atje më duhet të firoj të mësoj edhe shumë teknika për të sënë një notar perfekt. Perfekt. Cilat janë disa nga teknika që Gersi ka mësuar, në e thua njëherë? Si frimë ka në ekrorit, të të pësë së pari në kraun post edhe kraun sipër, të mos marrës frymë pos e të nësjerës ka në tjetër. Sa shok dhe shoqe ka dhënë Gersi në palestrën ku stërvitet për not? Ose gjatë kompeticioneve që ti ke marrë pjesë në botë? Po, unë kam marrë pjesë edhe këtu tek Stella, se kisha shumë sokë thesose, pa fund, edhe tek pisinat a kanë jam sërfitur aty, sepse unë jam I sporteve të Tiranës, sepse stërfitem edhe me Këndjen Lama, por edhe me Arjanve Tisaj. Sepse Arjanve Tisaj më ka su nga këto karat, se isin në Turës, në Elbasan, edhe kam pësën edhe unë sportist, por I klubit të Tiranës. E kuptoj. Edhe më ka finansuar edhe të para.
Gers, kur ke udhëtuar jashtë për kompeticione të ndryshme, ke zënë shoqëri atje, ditë flasësh anglisht, komunikon anglisht me të tjerët? Po, flas pak, jo shumë, po. Flet pak. Ke krijuar një shoqëri me ato? Nuk, po rrim pëm foto, vetëm E kuptoj. se sa flasim shumë. Ti ke udhëtuar në shumë vende të botës, duke marrë pjesë në këto kompeticione. Cili është ndryshimi që ka noti këtu me notin jashtë? Sepse noti këtu dhe noti jashtë ka shumë ndryshim. Sepse sipas kësaj se po pojmë ne përgatitjet, janë 25. Kurse aty janë edhe më të sjata sa 25. Janë më të gjata se 25. Po. Infrastruktura, po thua. Po. Jashtë tjetër, çfarë kishte atje që mungon në Shqipëri? Edhe çfarë duhet bërë këtu për notin? Tu për notin du të bëjmë më shumë, sepse aty jashtë ishte fënd shumë i bukur, fënd tamam për të mbajtë sëmbur, rotërimi aty, ty sa në fe ishte fënd se kishte shumë hapësira për të esur në këmp, makinat lëfisnin, kurse këtu në Tiranë për njësoj. Gres, për çfarë studion ti? Unë punoj, Çfarë punon? të tek libri universitar, Çfarë punon për Gres? pri tek Waikiki, me fesje, Bravo. por unë me ndihmoj edhe kosat edhe cunat aty, ma tjera një karën ku kanë në faj pësëmburë, po them një kështu, kam timur tek pisa ekotipe, që i kam krit edhe i ka vendosur në barapte. Bravo, Gers, se të lumë. Ti je një shembull për gjithë ato që po na ndjekin tani. Dhe do japësh një mesazh gjithë bashkëpunëtarëve tua që Si fillim se arabat thoja, pranteroj edhe paski në Tiranë, se më financoj për në karët se to pohën në Pelin. sa është mbështetja e shtetit tek ti, Gers, për të marrë pjesë në aktivitetet të ndryshme? Se kjo më ka ndihmuar sepse ja kërkova unë fetë paskis Erjon Felis se të bëjmë mësime edhe për Pelinin se ne të shkojmë. Mbështetja jote më e madhe besoj ka qenë qendra Down Syndrome Albania. Po, sepse ata më kanë financuar shumë mu, se kam marrë pjesë edhe nga këto kartë e tjera, se u pën jashtë tërkombëtare. Në mars ke një tjetër garë, apo jo? Po, është Argentina, por nuk janë përthëm shumë fonde për Argentinën. Duan fonde. Edhe duan fonde, po kanë falur edhe me ata të top senilit. Ke folur edhe me mediat e tjera? Kanë falur, po nuk ksetëm rrugë. Nuk gjetet një rrugë zgjedhje. Nuk ksetëm një rrugë sepse ata nuk e thonë. Njërë e thonë, njërë dërhisin vetë. E kuptoj. Se tuan të reklamojnë sa më shumë se sa të shkojmë në Argentinë. Gers, do bësh një thirrje tashmë që të mblidhen sa më shumë fonde për ty që ti të marrësh pjesë në atë aktivitet në mars, që është shumë i rëndësishëm për CV-n tënde. Po, tjetër se tu i për i thirrje paski se të marrin sa më shumë fonde edhe për Argentinën, sepse aty është një kompeticion tjetër i madh, se do kemë shumë konkurrencë. Do të kesh shumë konkurrencë. Çfarë të motivon ty dita e ditës që të vazhdosh edhe të ringrihesh sa më shumë, të bësh sa më shumë stërvitje, të punosh, ti je krah i mamit? Po, sigurisht, sepse unë nuk vetëm të tjerën e kam kësu të rirë. Vetëm të dielën e ke të rirë. Vetëm të tjerën sepse aktivizohem shumë, jam në punë, finkas nga puna, haj puk, skoj tjeret në stërvitje. Edhe nuk e kam kontërirë, kurse të stunën, fastoj për skateboardin tek skora Mihar Karameno. Bravo, të lumtë. Edhe mbas dite e kam të rritë të sunën, ma tjede të tjene e kam më të rjerë akoma. Gers, the që kur në babi jotë ndëroi jetë, je bërë më i fort. Edhe noti ishte ajo gjëja që ti u motivova më shumë për të ringritur, apo jo? Po tjetër, sepse kur si thikin nga kjo pot, unë e ti sa e tristës për Sipërin, se na ikin kësu, por ka në tjetër në përmi edhe të fortë, sepse thimbja në son në një destinacion, se të në pën akome edhe më të fortë këtu ku jemi. Gers, sa libra lexon në ditë? Lexon dhe libër ti? Se je shumë djalizuar.
Po kam lesu shumë libra ku isha i fokur, po tani nuk kem i fokur, jam 22 vjeç edhe... E 22 vjeç je... Por edhe lesoj prap, për nga tableti, nga celulari, po edhe nga laptopi, lesoj akoma, po. Gers, në aktivitetet që ke marrë pjesë në kompeticionet ndërkombëtare, cili ka qenë më i bukur për ty? Edhe më i vështirë? Më i vështirë i ka qenë ai i Portugalis. Kisha shumë konkurrent të fort aty? Po, kisha, edhe isha shumë afër, po ai më kaloi. Japonezi. Japonezi. Po. E ke marrë natë japonezin që të kaloi? Pak po. Pak po. Në garën tjetër, mbas marsit, ke një garë të rëndësishme në qershor? Po. E cila është? Së është në Berlin. Se aty tani po stërfitë mi... Fondet për në Berlin janë mbledhur, besoj? Po, janë mbledhur 100%. 100%. Sepse kam edhe një tjetër fondacion, se ju nuk e tini, të Special Olympic Alpenja. Po, Special e thashun që e ke mbështetjen më të madhe. E kam më të madhe më atje, kam edhe një përset të stimin tek kjo se them, se është Landi Hysi. Landi Hysi, po. Landi Hysi është një përshtetës tjallë të madhe, apo jo? Çfarë më dhe ne këti me Landin? Unë me atë jam shumë i rrithur, sepse kam të su pa fund këngë të ti, me atje kam... Cila është një këngë që ty po thuaj se të ka ndryshuar jetën? Tirana sigurisht. Por me Landin dhe me Sarën, kemi për shumë aktivitete, si të sëndrojmë të sëndetësëm në shtëpi, si të bëjmë ushtrime fizikis edhe jashtë. Ja, këto janë rekord se tu t'i spëtojmë ne. Gers, në këto aktivitet që ke marrë pjesë, a je paguajtur, a je shpërblyer? Nga shteti jo. Nga shteti jo? Fare. Po nga të tjerat, të më thënë kush? Nga të tjerat, po. Shteti pse nuk të ka shpërblyer? Sepse fundit ke përfaqësuar një flamur, apo jo? Po, kam përfaqësuar një flamur, por unë kam përfaqësuar edhe shumë flamur të tjerë. Në ato, po, shteti ne nuk në pakojnë. Pse mendon? Sepse unë të e mos po tjetër në pysin ke marrë lek nga paskia fare, sepse ata nuk ndihmojnë aftësinë e këvisuar, se aftësia e këvisuar të esi për para. Çfarë thirrje do t'i bësh ti tani atyre? Unë të i pëj thje shtetit të nëntimoj ka ana e lekve për aftësinë e këvisuar. Ju shpërblej për atë që ju bëni, për atë që ju vërtet jepni. Po, ne se pëjmë. Ma tje edhe të nëntimoj rreth fëmijëve autik, se nuk të sojnë, dhe asë nuk flasin asë kësu. Edhe për këta të ndihmuar. Çfarë ke dëshirë ti që të bësh kur të rritesh, domethënë i rritur je, si që the vetë 22 vjeç, por akoma dhe më shumë. Ku do të arrish ti? Unë sifrim në notë, sifrim të arri maksimumin e maksimumëve, të poem një kampion i vërtet. Kampion i vërtet ti e, kampion i vërtet, po... Një kampion e kampion kësu i vërteti, se të nkellim gjithmonë në histori. Absolutisht, po dhe ne ta urojmë të, edhe besoj se me punë dhe vullneti do të arrish, sepse je një djalë vërtet i zgjuar, por unë jam shumë kurioze se a do bënte Gersi diçka kur të rritej për fëmijët me aftësi të kufizuar intelektuale? Patjetër, këta unë të intimoj, patjetër, sepse i kam parë edhe më afër, edhe në këto sëndër terapeutike, se pohën tek fondacioni tonë Sindrom Alpenja, aty finë edhe politikan, edhe tërë politikan se visitojnë këtë shtëpin e fondacionit, edhe për të përë më shumë për këta fëmijë me persona, me aftësi të këfisuar, por Lali asnjëherë e kam thënë për Erionin, se asnjëherë nuk ka ardhur tek spija jonë për të na thënë torën e parë, edhe për të na mbështetur edhe më shumë këta persona. E kuptoj, Gersi. Gersi, para disa kohësh u organizua një aktivitet në Shqipëri për gjithë fëmijët që ishin me aftësi të kufizuar intelektuale, për sa i përket sportit, ku u bë një bijakzim i gjitha vendeve që na rrethojnë, duke filluar nga Kosova, Maqedonia, Malizi, mban mend?
Paka shumë i pajmën, sepse nuk jam i lidhur shumë me këto. Ishe edhe tjetë, ishe pjesa ati aktiviteti, ku luaj të vlerë të ndryshme. Po, ta i pajmën si sa në i mplethje me se kishin ardhur nga jashtë për këtu në Sipri, kam pësën edhe unë aty. Po, mendo se duhet bërë sa më shumë aktivitetet tilla. Po, pa tjetë, edhe për këtë the mund të angasohen, edhe prindrit të i të t'i lënë fëmijët të pëjnë sa më shumë aktivitete, po jo të rinë brenda në shtëpi. Për këtë them unë, të talin të lëfisin, të bëjnë aktivitete shumë, edhe të integruhen në shoqëri, si jam integruar unë. Gers, sa të mbështet shoqëria? I parashikuar ndonjëherë? Ja, si jam parashikuar, por kam shumë shoqëri edhe tek puna ime, të shif me radh më kanë thonë super mbështetje për të festu në karakter kombëtare. Unë tani përshëndes edhe shefin tim live, Nikol Teskën, se ka thënë një shef shumë i mirë për mua, se më kanë ndihmuar. Matje përshëndes edhe Ermalin, Kefinin, Tristanin, edhe sose të tjera. Gersi ti je shumë i njohës njerëzve që të mbështesin edhe t'japin një dorë ndihmë, edhe ne shpresojmë që gjithmonë ta kesh këtë nga njerëzit që ty të rrethojnë. Edhe pse jo dhe shpërblimin nga shteti, sepse kanë qenë të shumta vështirësi që ti ke pasur me nënën tënde për të vazhduar shumë seanca që ty të duheshin për të arritur këtu ku je sot apo jo. Edhe unë shpresoj shumë që i gjithë publiku të përgjegjësohet dhe pse jo të mbledhim sa më shumë fonde që edhe Gersi përveç garës që ka në mars të realizojë të gjitha garat e tjera që i ka këtë vit shumë të rëndësishme për CV-n e tij. Apo jo Gersi? Po. Shumë faleminderit, ishte shumë kënaqësi. Jam shumë e lumtur që bëra një intervistë me ty. Je vërtet një djalë i zgjuar. Edhe shpresojmë që të bëhesh kampion i vërtet, siç e the vetë. Faleminderit edhe ju për ftesën se më ftuat. Ma atje tani në fund tu të më përme i super kompliment. Të i moderatore se po intervistën këtu. Sa të je shumë bukur. Shumë faleminderit. Ka ana e fytyrës. Shumë faleminderit Gersi, je shumë i mirë.